miq të pranishëm, përfaqësues të trupit diplomatik dhe bashkarisht të gjithë miq të Europës. Ka diçka shëmbëllyese në faktin që Dita e Europës në Shqipëri hapet si një sipar i një jave të gjatë kulturore dhe as pak rastësisht mes njerëzve që e shohin botën jo vetëm siç është, por edhe siç mund të jetë. Sepse në fundit vetë Europa ka lindur pikërisht nga një akt i fuqishëm imagjinate dhe aftësie për të besuar se deri edhe pas luftrave më gjakatare e përtej maleve më të pak kapërcyeshme të ngritura me viktima mes kombeve, mund të ketë jo thjesht shpresë, po ardhmëri të përbashkët në paqe për armiqtë e përbetuar ndaj njëri tjetrit. Që të imagjinoj dhe të gjendej aftësia për të ndërtuar mbi detin e gjakut të luftës së dytë botërore, një hapësirë gjeografike pa kufi ndërshtetëror, ku popujt të mos jetonin më kundër njëri tjetrit, po bashkë me njëri tjetrin, lidhur duarsh jo nga një imponim perandorak, po nga një vizion dhe nga një vullnet i ushqyer prej vlerës së epërme të lirisë dhe dinjitetit njerëzor, duhej fuqia e një besimi të jashtëzakonshëm tek vetvetja europiane e paqebërzve, të cilët ishin patriot të paepur, po edhe europian të palëkundshëm. Ka disa data në histori që janë dritare të hapura, për të cilave fati i kombeve shihet si në një triptik, ku e shkuara, e tashmja dhe ardhmja paraqiten me një kthjellësi magjepsëse. 9 maj i Europës është pikërisht një prej atyre datave. Një ditë që lindi nga hiri i një zjarri shkatrimtar dhe u kthye në simbolin më të fuqishëm të guximit politik. 9 maj nuk kremton krijesën më të jashtëzakonshme të historisë politikës, e cila është Bashkimi Evropian, po kremton vetë Europën si djep kulturash dhe historish, të kthyer në burimin e një paqeje shumbullore mes të ndryshmish që bashkëjetojnë, bashkëpunojnë dhe bashkëudhtojnë si të barabartë, duke pranuar si të mirëqënë faktin se liria dhe dinjiteti njerëzor nuk negociohen. Natyrisht që kjo që po jetojmë nuk është një kohë e mirë për Europën, po as për botën. Është një kohë e vranët, siç është dita sot, ku tundimi për të mbyllur brenda mureve të shtëpisë është i fortë, ku frika nga rrebeshet e të kurrë optimizmin dhe rrit pasigurinë, dhe ku dielli duket sikur s'ka ndërmend të rikthehet.
Kjo është njëkohësisht koha kur më shumë se sa asnjëherë libri i historisë së Europës është aty për t'i ardhur në ndihmë kujdo që do të kuptoj në radhë të parë se çfarë nuk duhet bërë. Mbyllja brenda mureve, frika dhe pesimizmi, humbja e besimit tek projekti madhështor i Europës së Bashkuar dhe tek vlerat themeltare të tij ndjelin keq jo thjesht për Europën apo Bashkimin Evropian, po ndjelin keq për çdo popull dhe çdo shtet evropian nesër. Për ne shqiptarët, Europa mbetet edhe në këtë kohë të vranët, ajo që ka qenë kur nuk ishte dot e arritshme, përveç se përmes atyre valve të dopta që antenat ilegale sillnin nga jashtë Shqipërisë në ekranet e vegjël, bardhëzit televizorëve jo të shumt. Europa për ne mbetet një ëndër dhe një tokë e premtuar, një amanet i patjetërsueshëm kombëtar dhe një mision i pandryshueshëm politik, jo sepse ne jemi naiv, as sepse ne kemi iluzione, por sepse ne e dim fort mirë. Dhe më lejoni ta them, ne e dim më mirë se sa kushdo tjetër në këtë kontinent se çfarë do të thotë të jetosh i izoluar dhe i rrethuar me mure për të mbrojtur nga Europa. Askund tjetër në Europën e sotme nuk mund të ndodhë që një parti politike të dalin fushat me flamurin e Bashkimit Evropian, të kërkoj vota me premtimin e bashkimit me Europën dhe të fitoj një shumicë të cilësuar për të zbatuar pa humbje kohe të gjitha detyrat që dalin nga negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian. Kjo mund të ndodhë vetëm në Shqipëri. Dhe përsëris, jo sepse ne jemi naiv, apo pse kemi iluzione, por sepse ne e ndjejmë deri në palc vlerën e paçmuar të Europës, të qenit evropian dhe nga ana tjetër të pasurit mundësinë e të jetuarit në Bashkimin Evropian. Dje ne patëm një ngjarje të shënuar për Shqipërinë, e cila do ishte pa imagjinueshme deri pak vite më parë, preludin e Kongresit Botëror të Ligjit që do të mbahet vitin e ardhshëm pikërisht në Shqipëri. Një platformë që buron nga një histori jashtëzakonisht e bukur edhe kuptimplot, e shkruar nga njerëzit e ligjit, të cilët janë bërë bashkë dhe i japin përmes kësaj platforme zë nevojës themelore për sundimin e ligjit. Kongresi Botëror i Ligjit vjen në Shqipëri pikërisht sepse Shqipëria është bërë një pikë referimi në bazë të shprehjes së një vullneti të hekurt për të vetvendosur nën sundimin e ligjit, duke bërë një reformë në drejtësi, e cila nuk ka të dytë
në rajonin ton, dhe cila është shpreja më kuptimplot e angazhimit ton për ta bërë Shqipërinë jo një vend që të shkojë në Bashkimin Evropian, po një vend ku Bashkimi Evropian të bëhet pjesë e pandar. Dhe do t'ishte absolutisht e pamundur që ne ta ndërmerrnim e jo më pastaj ta çonim përpara dhe ta zbatonim hap pas hapi me të gjitha vështirësitë e kuptueshme një reformë të tillë, nëse ne nuk do të kishim Europën si ëndër dhe si tokë të premtuar, si amanet të patjetërsueshëm dhe si mision të pazëvendësueshëm, e nga ana tjetër nëse nuk do të kishim Bashkimin Evropian si një partner të pandar në këtë rrugë ku dia e Bashkimit Evropian e transferuar drejt nesh për mënyrën se si një vend mund të kthehet në një arkitekturë institucionesh dhe se si mund ngrej një pushtet pavarur drejtësie, është diçka që as nuk mund të blihet, as nuk mund të zëvendësohet dhe as nuk mund të imagjinohet jashtë perimetrit të Europës. Kështu që nëse ne sot jemi besimplot për ecurinë e këtij procesi dhe nëse sot shqiptarët kanë një arsye themelore për të besuar se ky proces është i pakthyeshëm, kjo lidhet me pikërisht ecjen dorë për dorë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian dhe të qenit pjesë e tij është njëkohësisht një garanci. Shumë kush e pikturon Bashkimin Evropian si një pengesë, e pikturon Bashkimin Evropian si një barr, e pikturon Bashkimin Evropian si një perimetër që nuk të lejon të marrësh frymëlirisht, por nuk ka gjë më larg të vërtetës dhe nuk ka gjë më të gabuar, sepse në fakt Bashkimi Evropian garanton perimetrin e shtetit të drejtës. Dhe shteti i drejtës nuk mund të negociohet, por vetëm të respektohet kur e ke dhe të ndërtohet kur nuk e ke. Kështu që në këtë ditë të Europës, në këtë ditë që kremton jo thjesht Bashkimin Evropian, por Europën, si djep kulturash dhe vullnetesh, unë dua ta nënvizoj me forcë që shqiptarët janë në ditën e tyre më të mirë, por njëkohësisht janë sot në një kohë kur bekimi i të qenit pranë Europës së Bashkuar është njëkohësisht një garanci e të qenit në një rrugë pa kthim. Natyrisht që kjo rrugë ka të përpjeta, ka të tatpjeta, ka momente më të mira, ka momente më të vështira, por kjo është një rrugë pa kthim. Dhe për këtë unë dua të nderoj sot të gjithë ata që e imagjinuan dhe pastaj i dhanë jetë projektit të Bashkimit Evropian dhe dua të nderoj po ashtu të gjithë ata që këtu në Shqipëri punojnë çdo ditë për të sjellë Shqipërinë më afër ëndrrës, e cila tani më nuk është një horizont i largët, por është një maj që shihet me sy dhe ne jemi në
hapat e fundit të një historie që zgjat me shekuj, për të ankoruar përfundimisht aty ku kemi vendin dhe aty ku e kanë ndëruar Shqipërinë rilindasit tanë, të cilët na kanë lënë amanet devizën dielli për ne lind ende nga Perëndon. Shumë faleminderit dhe dua ta mbyll duke sjell këtu në vëmendje që e nisëm sot ditën e Europës me një shfaqje kuptim plot të një grupi fëmijësh dhe të rinjsh shumë të ri, rastësisht me Silvion dhe me mua. Dhe do ta mbyllim sonte me tingujt e një europianit madh, Ennio Morricones, që do të vijë në sheshin Nën Tereza përmes orkestrës së radio televizionit dhe nën drejtimin e djalit tij. Kështu që të gjithë jeni të ftuar pa frikë nga moti, edhe me garancinë që do të jetë një mbrëmje absolutisht e paharrueshme, jo thjesht për ata që kuptojnë më thellë nga muzika, por edhe për këtë do tjetër që dashuron Europën.